Kalojmë në procesin e votimit. Hapet votimi për prezencën. Jemi në proces votimi. Votoni, ju lutem. Ju lutem, votoni. Ju lutem, votoni për prezencën. Mbyllet votimi për prezencën, 111 prezent. Projekt vendim për shkarktimin e kryetarit Kuvendit të Shqipërisë, zotit Niko Peleshi. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash për miratim. Votimi është i fshehtë me elektronik. Koleg, hapet votimi. Ju lutem, koleg, votoni. Koleg, vazhdoni, votoni. Atëherë mbyllet votimi. Janë 79 vota kundër, 10 vota pro, 0 abstenim. Projekt vendimi nuk miratohet. Këtu mbyllet seanca plenare, seanca e radhës fillon në 11:30.